Historia e shkruesit të panjohur të Kuranit. Në një fshat të largët, një djalë i ri i mësoi vetes shkrimin arab pa mësues, pa shkollë. Ai nisi të kopjonte Kuranin me dorë, flet pas flete, për ta dhuruar në xhami. Kur njerëzit e gjetën dorë shkrimin, menduan se ishte nga ndonjë shkollë e madhe. Por kur e zbuluan kush e kishte shkruar, u mahnitën. E pyetën: pse nuk e the askujt? Ai u përgjigj: sepse e bëra për atë që sheh edhe kur askush nuk sheh. Mësimi. Veprat më të çmuara janë ato që bëhen në fshehtësi, vetëm për kënaqësinë e Zotit. Historia e djalit që u lut për këmbët e tij. Një djalosh që kishte humbur këmbët që në fëmijëri, ulej çdo ditë pranë dritares dhe shikonte shokët duke vrapuar. Një ditë, një i rritur e pyeti: a lutesh që Zoti të t'i kthejë këmbët? Djali tha: jo, lutem që të mos më mungoj zemra që falenderon, edhe kur më mungon ajo që dua. Mësimi. Kur falenderon edhe pa pasur, je më i pasur se ai që ka gjithçka dhe se çmon asgjë. Fatime El Fihri, drita e dijes që ndriçon botën. A e dini se universiteti më i vjetër në botë u themelua nga një grua e jashtëzakonshme? Le të zbulojmë së bashku historinë frymëzuese të Fatime El Fihri. Fatime El Fihri, një figurë e ndritur e shekullit Hijr në Fez, Marok, ishte një grua e arsimuar dhe e devotshme. Pas vdekjes së babait, ajo trashëgoi një pasuri të konsiderueshme dhe vendosi ta investojë atë në dijen dhe besimin islam. Ky vendim i saj do të ndryshonte historinë. Në vitin 859, Fatime themeloi Universitetin Al-Qaraiyun, një qendër e dijes që vazhdon të funksionojë edhe sot. Ajo personalisht mbikëqyroi ndërtimin, duke agjëruar dhe duke u përkushtuar plotësisht këtij projekti madhështor. Ky universitet u bë një vatër e studimeve islame, shkencës, matematikës dhe filozofisë. Historia e Fatimes na mëson se dija është një shtyllë e rëndësishme e islamit dhe se gratë kanë një rol kyç në përhapjen e saj. Ajo na frymëzon të ndjekim pasionet tona dhe të përdorim talentet tona për të ndërtuar një botë më të mirë. Për studentët, historianët, besimtarët dhe gratë, historia e Fatime El Fihri është një burim i pashtershëm frymëzimi. Ajo na tregon se me vizion, përkushtim dhe besim mund të arrijmë gjëra të mëdha dhe të lëmë një trashëgimi të qëndrueshme. Jeni gati të bëheni pjesë e historisë? Ndani këtë histori frymëzuese me të tjerët, ulumtoni më thellë rreth jetës së Fatime El Fihri dhe reflektoni se si mund të kontribuoni ju në përhapjen e dijes dhe ndërtimin e një të ardhmeje më të ndritur. Historia e këpucëve, një mësim dashurie dhe respekti. A e dini se si një veprim i vogël mund të ndryshojë botën? Një besimtar i devotshëm çdo ditë shkonte në xhami për të lutur. Por ai kishte një zakon të veçantë, i linte këpucët e tij në një qoshe të largët. Një i ri kurioz e pyeti arsyen. Burri i moshuar shpjegoi me një buzëqeshje të ngrohtë. Një herë pash një plak që u rrëzua mbi këpucët e lëna rastësisht. Që atëherë vendosa të mos jem pengesë për askënd. Ky akt i thjesht tregon respekt dhe dashuri ndaj të tjerëve. Ky tregim na mëson se edukata dhe kujdesi ndaj të tjerëve janë forma të larta të adhurimit. Të rinj, komunitet, nxënës, besimtar, le të reflektojmë mbi veprimet tona dhe të sigurohemi që po ndihmojmë, jo pengojmë rrugën e të tjerëve. Le të përhapim dashuri dhe respekt në çdo hap. Ndani këtë histori me të tjerët dhe inkurajoni veprime të mira. Vizitoni faqen tonë për më shumë histori frymëzuese dhe bashkohuni me komunitetin tonë për të ndërtuar një botë më të mirë. Historia e fshatarit që pastroi varrin e dikujt tjetër.
Një burr i thjesht nga një fshat shkonte çdo javë në varrezat e vjetra dhe pastronte një varr që nuk ishte i familjes së tij. Ai sillte lule, hiqte barrat dhe lutej në heshtje. Kur dikush e pyeti pse, ai tha: sepse ky njeri s'ka askënd që t'i lutet. E unë lutem që dikush të kujtoj edhe varrin tim një ditë. Mësimi. Ai që kujton të harruarit, Zoti do ta bëjë të paharrueshëm.